Kur keni mungesë të magnezit, trupi shfaq këto shenja. Mësojeni dhe ja si ta merrni. Vuani shpesh nga dhimbjet e kokës, kapslëku ose ankthi. Nëse keni përsëri probleme të vazhdueshme me ilaçet, zgjedhja më e mirë është magnezi. Gati 68% e njerëzve nuk marrin mjaftueshëm magnez, një mineral që luan një rol të rëndësishëm mbi 300 reaksionet e enzimave të trupit. Duke qenë se ky mineral luan një rol të rëndësishëm, reaksionet e trupit nga mosmarrja e tij mund të shkaktojnë dëme. Magnezi ndihmon në relaksimin e muskujve, rrjedhjen e gjakut, parandalimin e problemeve të ndryshme, siç janë dhimbjet e kokës dhe problemet e kapslëkut. Kur keni mungesë të magnezit, ju mund të shtoni disa produkte natyrale në dietën tuaj, siç janë ato me gjethe jeshile, sallata, lakra, brokoli, frutat e thata, sidomos bajamet, kungulli, djathi, bishtajat e të tjera. Mungesa e këtij minerali mund të ketë efekte anësore, ndaj merreni atë në forma sa më natyrale.